Ditët e fundit vendi po përballet me temperatura ekstreme, të cilat janë kthyer në një shqetësim serioz për shëndetin, veçanërisht për të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike. Mjekët specialist thonë se gjatë kësaj periudhe dehidratimi rrit rrezikun për ataket kardiake. Temperaturat e larta çojnë në një prishje të ekuilibrit të trupit nga dehidrimi. Pra është humbja e lëngjeve nëpërmjet djersitjes, për arsye sepse vetë organizmi për të eliminuar nxehtësi shton djersën dhe nëpërmjet këtij mekanizmi dehidrohemi dhe humbja e lëngjeve shoqërohet me humbjen e kriprave, të cilat janë esenciale për funksionimin e mirë të organeve të trupit dhe kryesisht dhe të zemrës. Grup moshat. Pra, moshat më vulnerabile janë mosha e tretë dhe fëmijët. Në kardiologji dominon sëmundja e artereve koronare. Pra, ngushtimi, infarktet. Mjekët këshillojnë të gjithë grup moshat për më shumë kujdes të shtuar nga ana e tyre, konsumim të vazhdueshëm të lëngjeve dhe mos ekspozimin në orët e pikut. Parandalimi i këtyre situatave bëhet e para është duke eliminuar ekspozimin në oraret ku dielli është më i nxehtë, pra nga ora 11 deri në orën 5. Njëkohësisht duhet veshur në mënyrë të përshtatshme për këtë situatë, që janë veshje të lehta dhe kapelja gjithmonë. Dhe tjetra shumë e rëndësishme është dhe uji, pirja e ujit. Pra, ne duhet të parandalojmë dehidrimin. Dhe parandalimi i dehidrimit është pirja e vazhdueshme e ujit edhe pa patur etje. Pra, ti mund mos kesh etje, mos prit që të shkosh në etje, por duhet të pish ujë. Gojë e thatë, të vjella, ndjenjë të fikti, gjendje konfuzionale apo dopsi, mungesë energjie, janë vetëm disa nga simptomat më të zakonshme të cilat shkaktohen si pasojë e qëndrimit për një kohë të gjatë në temperatura ekstreme.